Do të shohësh sa i qetë do të jesh nëse rrugën drejt të jetës do ta gjesh. S'do të kesh më dhimbje as shpirt që lëngon, nëse vetëm për hir të Zotit jeton. Ne jemi shërbyes të Zotit, po ti, pse erdhe? Çdo vallë këtu o njeri, kjo tokë është e varfër, çdo marrësh nga ne, thesaret të fsheta nuk gjen tek ky dhe. Njeriu duhet të ruhet jashtëzakonisht nga përhapja e të fshetave të veta ndej këndej. Sidomos nëse këto janë gjëra të shëmtuara, të padëshiruara e si rrjedhim të padobishme. Përveç se do të turpërojë të tjerët, kjo mund të bëhet shkak për lindjen e situatave të pakëndshme për të cilat do të gëzoheshin dashakeqët. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: nuk do ta shijojë ëmbëlsinë e besimit që nuk i dëshiron për vëllain e tij atë që dëshiron për veten e vet. Ka thënë Isai, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Sa të shumta janë pemët, por jo të gjitha japin fruta. Sa shumë dietar ka, por nuk janë të gjitha të aftë. Sa shumë lloje frutash ka, por jo të gjitha janë të shijshme. Shumë njerëz kanë lule, por shumë pak prej tyre dinë të thurin kurora. Dhe nga ata që dinë, shumë pak e gjejnë kohën e dur për t'i vënë. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, i ka cilësuar 10 ditët e Dhul-Hixhes si më të bekatat e vitit. Pikërisht, ndërto gjendet dita më e mirë e vitit, dita e Arafatit, ndërsa nga netët më të mira janë 10 netët e fundit të Ramazanit. Pikërisht, në to gjendet nata më e mirë e vitit, nata e 4-rit. Të flasësh pak e të dëgjosh shumë është virtyt në shenjë lartësimi shpirtëror, kurse dëshira e vazhdueshme për të dëgjuar, edhe nëse s'quhet çdo rrallë marrëzi, nuk ka dyshim se është çekuilibër absolut i paturpsisë. Vërtet njeriu përdor anije kozmike dhe shumë mjete të sofistikuara për të depërtuar në hapësirë, por edhe në i përdor të gjitha teknologjitë, nuk do të arrit t'i afrohet krijuesit, përveç se me veprën e tij të mirë. Zoti ju ndihmoft në çdo mirësi, mbretëroftë vetëm gjithnjë drejtësi. Zot, mos pafshim prap ndonjë ngatrim, jepi Shqipërisë për jetë shpëtim. Suksesi i do kërkimin, vendosshmërinë, dhe kërkimi e vendosshmëria suksesin, dhe vendosshmëria s'bën dot pa qëllimin. Dhe kur qëllimi, vendosshmëria e kërkimit të bëhen bashkë, a mund të ndodhë që të mos ketë sukses? Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë me të ka thënë: sa herë që një popull të shfaqet haptazi i moraliteti, tek ai popull do të bien epidemi dhe shumë sëmundje të tjera, që nuk kanë ekzistuar më parë.
Besimtari vërtet është ai që mban lidhje me çdo çast me Zotin. Mëkatet janë shkëndija të dëshme që këpusin këtë lidhje. Të drejtat e vëllait tënd. Kur të takosh, përshëndetje me selam. Kur të fton, përgjigju ftesës. Kur të kërkon këshill, këshilloje. Kur të shtin dhe thot elhamdulillah, thuaj irhamukallah. Kur të sëmuret, vizitoje. Dhe kur të vdes, përcille për në banesën e fundit. Puna e mirë është ajo që të gëzon në fund. Madje dhe po të mërzit fillimi i saj, kush i trembe në gjitjes në kodër, mbetet për herë me zgropash. Po që si njerëzit të kanë dhënë ty një vend sipas sjelljes të tua, është e kohë të presësh një trajtim tjetër prej tyre pa e ndryshuar veten. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: Gjallë është ujk për njeriu, ashtu siç është ujku për dhënt, ujku e rrëmben delën e larguar nga tufa. E veçanta e fëmijës qëndronte njëmësia e tij. E veçanta e të riut qëndronte vullneti i tij, ndërsa e veçanta e të moshuarit qëndronte kurtësia e tij. Në një hadith, profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, thotë: Nëse dikush nga ju zemërohet, le të ulet. Nëse zemërimi nuk e lëshon, le të shtrihet. Në jetë asnjëherë mos u mundo të t'i kalosh të tjerët, por vetveten. Kur mos u mundo të jesh dikush tjetër, pasi do të shndrohesh thjesht në një kopje pa vlerë. Shembulli i besimtarit që lexon Kur'an është si ai i portokallit. Aroma e saj është e këndshme dhe shija e saj po ashtu. Ndërsa shembulli i besimtarit që nuk lexon Kur'an është si shembulli i hurmës, i cili nuk ka aromë, por shijen e ka të ëmbël, dhe shembulli i hipokritit që lexon Kur'an është si ai i borzilokut që ka aromë të mirë, por shije të hidhur, ndërsa shembulli i hipokritit që lexon Kur'an është si ai i portokallit të egër që s'ka erë dhe shijen e ka të keqe. O Allah, Ti je Zoti im, nuk ka Zot tjetër përveç Teje. Ti më krijove dhe unë jam robi yt. Përpiqem të mbaj premtimin që të kam dhënë Ty me sa mundem. Kërkoj strehë tek Ti, nga ndëmi gjithçka që mund të kem vepruar. Përpara Teje pranoj mirësitë e Tua dhe përpara Teje i sjell mëkatet e mia. Më fal, nga se askush nuk i fal mëkatet përveç Teje. Ai që mbar të fshetat e tjetrit për tek ti, mund t'i mbar dhe të fshetat e tua për tek tjetri. Prandaj kurse si, nuk duhet t'i japësh rast njerëzve të tillë të njohin qoftë dhe të fshetat tona më të parëndësishme. Agjërimi i kësaj dite është tregues i qartë se muslimani i vlerëson më shumë se kushdo tjetër respektin ndaj gjithë profetëve. Përnder të kësaj ngjarjeje, muslimanët mbajnë agjërim i cili për t'u dalluar nga udhëtarët e librit shoqërohet edhe me një ditë agjërimi para dhe një ditë tjetër pas ditës së Ashures. Dhe mbështetuni tek i plot fuqishme dhe mëshiruesi, që të sheh kur ngrihesh në këmbë dhe sheh po ashtu lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen.